Jemi në ndeshje? Po qa teme? Një tem që do t'ju bëjt të dridheni, se duket si kur s'ju prek, po do ju prek, ja vash. Jo, se të gjithë ankohen të ankohen, të gjithë ankohen. Punëtorët e huaj, punonjësit e huaj, mirë keq. Jo, vëndas dhe të huaj, se s'është punët huaj. Se s'kemi as vëndas, as të huaj. Huajt janë kryesorja njerë. S'kemi vëndas, nuk na pëlqen të huajt, na vinë të huajt, nuk përshtatemi me të huajt, themi vëndasit nuk bëjnë. Po ju gjëndet karari ju si për marsve. Po me këtë do ta diskutojmë. Florian Zekja, mik i dashuris, faleminderit që jeni mik i joni gjithmonë, faleminderit që jeni sot me ne. Emisioni ma simpatik. E dim, këtë na falni ju tjerët, po këtë e dim. Gerti Metani, një pedagog i shkëlqyer i Uetit, i merret me çështje të sigurisë, me shumë çështje tjera, mik i studios ton, e ëngri virozën, që vjen gjithmonë. Kaq është detyra jon, ti bëjmë njerëzit të vinë prapë. Është kënaqësi. Dhe rikthehet Olti Rumbullaku, një pedagog i dashur shumë për mua, po edhe për Ornelën gjithashtu. Mik i dashur i studios Bardazi, ai tani ka një fat shumë të madh që është këtu në një botë tjetër paralele. Jam punëtor i huaj dhe unë. Punëtor i huaj, po këtu. Po këtu, po. Mirë, unë mendoj se ky vit ka filluar ta ndjej atë nevojën, pra biznesi që vitin e kaluar filloi po lëngonte, nuk kemi punëtor, nuk kemi punonjës, i hodhëm pak syt këtej nga India, pastaj indianët na pëlqyen. Pastaj i hodhëm syt nga filipinezët, pam që dhe filipinezët marifetet i kishin mësuar. Dinin spanjisht atë? Jo, s'dinin spanjisht, po e linin punën dhe hiknin, kështu që e përdorën Shqipërinë si trampolin të mirë. Dhe pastaj pam dhe kuptuam që jemi edhe racist. Pra s'na pëlqejnë ata njerëzit me ngjyrën. Pra edhe duam punëtor, edhe duam kështu, edhe duam ashtu, dhe s'dim ç'a duam. Tani qa doni ju si për marsit që s'po merreni vesh? Qa doni ju që duam me? Është e shprehje popullore, dhe ashtu edhe ashtu. Jo se them do të u thuaj. Jo, se them do të. Qika, nevoje për... Pse jeni racista njerë? A doni punëtor, a doni njerëz t'i mbanin krevat? Qika, ne nuk mund t'jemi racist, sepse ne... Po jeni racista, nuk i pranoni punëtorët me ngjyrë. Thoni nuk i dua me ngjyrë. Edhe doni punëtor dhe nuk i doni me ngjyrë. Vënde se universitetet sot po janë plot me indian. Po ju i mbushët me indian njerë, edhe po ju plas buza me ata indianët se ja u kërkojnë llogaritë deri një. Bangladeshi, vendet e tjera. A jeni bërë pishman? Pse janë studentë shkëlqyer. Janë studentë shkëlqyer. Do jeni infermier të arshëm. E di si e kërkojnë atë orientimin e karrierës ata, më mirë se që bëni ju. Shërtisht, shumë mirë që e kërkojnë. Edhe më lartë do janë. Kjo? Jo. Mirë, oke. Jo, nuk e di ku ka dalë kjo opinion që ne jemi racist. Të gjithë mo, jo, po nuk e dua me ngjyrë. Po, jam një unë këtu. Mirë, oke, hajde, ndryshoj qik opinion. Atëherë, eksperiencat kanë qenë të ndryshme. Nevoja për punëtor të huaj nuk është se ka linë sot, ka që në 2019. Pandemia ndërpreu pak. Pastaj, duke qenë se është një fenomen i ri, ka pas ato sukseset dhe dështimet. Unë kam kolegët mi që kanë... Ti ke marrë ndonjëherë të huaj, nise nga vetja, lëri kolegët. Unë nuk kam marrë nga... Se s'ke eksperimentuar, ke patur frikë, qa ke patur? Jo, është çështje e akomodimi. Unë kam problem akomodimin. Në zonën ku ndodhet kompania ime, është problem akomodimi. Ku ndodhet kompania? Rruga 5 Maj. Rrugën 5 Maj kanë shku qerat e garsonierë 500 euro. Nuk të leverdinë. Garsoniera 500 euro? Po pse nuk i lë dot ke fresku për shembull dhe ti marrësh atje? Po të fresku 1.6. Edhe 1.6. Është problem. Ato që kanë pas sukses në këtë, janë ato kompanitë që kanë pas kapanonin, e kanë adaptu, kanë nda me gips, e kanë adaptu me guzhinë. Se të zhduk me kushtet përshtatshme jetese këto kapanon?